Unë jam Blerim Daci, i komunës Veçanit, fshatit Irzniq. Jam që 25 vite në Gjermani, në qytetin Nordheim. Edhe këtu jemi në Kasel, në qytetin e Kaselit, të vazhdu punime me shtrirjen e kablave për internet. Kjo firmë është prej 2019-s, si kemi fillu mu marrë me shtrirjen e fibrit optik, glasfaza gjermanisht. Prej 2019-s si kemi fillu me bu këto punë. Punojmë për shumë firma si për Telekomin, Deutsche Glasfaser dhe për OSG. Bëjmë zhvillimin e infrastrukturës për glasfaza. Punën e kom njështë për mes do shokëve të mi, si jënë inkuadru para me në këtë asysh edhe ma ka nëfru një mundësi me mu inkuadru edhe me mu marrë me këto punë. E kemi pasi pak ma të arsyshme prej punëve tjera që e kemi bo për para. Edhe jemi inkuadru me vllazën, me 2 vllazën, e kom edhe ai vllaz tjetër ka edhe ai firmën si merret me punë teknike, Lulzim Daci, edhe unë i bëj këto punë të vrashta, ai vjen e bën punë teknike masanën edhe kështu. Pe 2019 si kemi përfundu dikun 19 fshatra, me kilometra dikun ja 40-50 kilometra, dikun ja 8.000-9.000 shtëpi kemi lidhë, 8.000 dhe 9.000 shtëpi kemi instalu për një periudhë 4 vjeçare. Jemi konë edhe ma pak punëtor atër, s'kem pas asnjë kontraktor, punë që e kemi bu vetë. Tash punojmë me një kapacitet pak ma të ngritun, me një shumë ma të madhe të punëtorëve dhe të nën kontraktorëve tanë. Këtu jemi në Kasel, kemi një ofertë që i kemi dhonë edhe një punë që i kemi marrë për 25 km mrena në qytet. Është punë pak ma azërshme se sa derisa ku kem punu derisa. Ka shumë infrastrukturë të internetit, ka shumë kablat të rrymës, domethënë edhe nëpër tokë është ma vështirë puna, ama që shpeshin edhe të jem të punu, të vazhdu. Na vim këtu, e hapim kanalin, i hekim kockat, shpeshin edhe jo vetë. Edhe bëjmë një kanal deri në 6 cm të thellë, vendosim kablat qysh në jepet plani, edhe m'bëhet mbyllja kanalit apet, burët kthehen qysh ju konë edhe bëhet qysh u konë gjendje ma pashme. Komunën vinë arkitektat e qytetit, bëhet pranimi i punës, edhe është gjithçka kryme. Me banorë na mundohem me ju përgjigje edhe kërkesave tyne dhe kushteve tyne, se na kemi autorizim i blloku rrugën komplet për shembull, edhe me ja vështirësu tyne edhe ditën. Edhe jetesën, pse na në çdo rrugë që shkojmë jemi 3-4 ditë aty, edhe mundëm ju me i pengu, ma shkojtë se bllokohet rruga në fund rrugës edhe në marim, edhe s'kan qasje as nëpër oborra, as nëpër shtëpia, as kush jo, me makina ashtu kështu jo, po na e gjojmë një kompromis me ta dhe ja bojnë të mundshme këtyne me kalu, këta na lëshojmë pak për neve, na këtyne edhe kështu ka vërcel ditën mirë, me ta nuk është keq. Derisa tash kemi pas ankesa, po nuk është të thonë se dikush qohet mu anku. Pa na mrena dite kemi një kapacitet për një grupi, një sugrëky këtu për shembull, si i bojmë deri në 80 metra, ka ditë si hec pak ma mirë, deri 100 metra e qelimi, i mshelimi, i bojmë punë përfundume. Kështu që na mas shumë të jemi me një rrugë, jemi dikun deri 3 ditë, 4 ditë maksimumi, është gjithçka përfundume, atë kalojmë rrugën tjetër. Na jepet për qytetit ku me vendos, ku fillon rruga tjetër, lejet e ndërtimit, domethënë edhe vazhdojmë rrugë tjetër. Nuk është se është shumë sa një rond me i bo, po është ajnfa se na si shqiptarë kemi shumë marak me i bo sendet në gjuhë. Edhe kur t'i bojnë sendet në gjuhë, atë ndodhin edhe sendet që s'duhet me ndodhë mrenda Bauštele. Këtu ka gjyndë vjetër, ka njerëz 70-80 vjeçare plaka, pleq dalin, hecin, marrin thumës, me kun Bauštela rreth unë e pastër, për shembull, merr thu dikun rrezohet, je detyruar je mundet me të gjobilt shteti, sigurimi i saj na i krejt, edhe për sigurinë e punëtorëve tanë është ma mirë nëse një Bauštellë ose një vend ku punohet me kun me sheja, me krejt që ato që i takojnë, për sigurinë edhe të punëtorëve dhe të kalimtarëve dhe krejt që ka marrin pjesë tu. Ta janë, që këj grupi këtu që pëshini, këta janë nën kontraktorë,
këta vendosin vetë, kanë shefin e vetë, unë këty një vepi punën me metër e kanë, edhe mu më interesën me konë kvaliteti punës, me konë rregull, me konë gjithë shka me jesë mirë, qysh e parashe plani. Pauzat e këto normal e kanë një orë pauzë, ku ullin edhe këta hajnë bukë mes dite, i kanë ato se anë qaj shumë mid vetë, si veti, se i kanë shefin e vetë, nuk merna me ato të atyne. Ama zakonisht po, punëtor tanë që i kanë pauzën 9:15, e kanë 12:30, kanë pauzë. Punojmë, kur të është koha keqe, elshojmë pak ma herë, por kur të është koha sigurisht që momentalisht që t'javë që shukun, vazhdojmë deri në 7-8, në promi punojmë, derisa se pengojmë kërkon prombele kemi pasë rase një më shku 9 ora në shpirë, kemi kry këtu në 7:30, na i kemi edhe 75 km për këtujt me shku të vendi ku banojmë atje. Kryesisht mirë, nuk qështë të shkua, punojmë orarë caktum kështu s'kem, normal dejmë 5 po, 7:30 dejmë 5 po, nëse është koha në rregull, s'ka në ishtan rrime dhe më gatë. Per momentin, këtu në qytetin e Kastellit jemi me 4 kolona, 4 grupën, 4 pjesë qytetit ndryshme jemi të punu. Kjo është një për atyne, në pjesë tjera qytetit janë edhe 2 nën kontraktor, edhe është edhe grupi janë që kemi grupin tanë si kujdeset për kvalitetin e punës edhe për punimet e asfaltën kryesisht. Nuk është lehtë me i kontrollu tana, me ju najtë gati tana senë. Jënë semë të mëndeshme, po për qëta dhe jemi këtu, jemi arë me punu, du të me punu, tash nuk mundë me zgjedhë, që atë në bjehise. Këtu, Gjermania ka pas glas faza, do me thonë fiber optike ka bo dhe zbulimin e tyne, para dikun mas luftës dytë botnore. Edhe kanë testu në për shtetet tjera, pa të vogla ku kanë pas shpenzime më të vështira. Për shembull, Kosova ka fiber optik para Gjermanie. Edhe ato shumë vite më përpara. Po këta kanë punu i farë projekti shumë të meqëm, se është shpenzimi i madh Gjermani, si kushton shumë parë me përvu me dështu. Ta kanë përvu, ka funksionu në tana ondë, edhe tash për vetë janë sigur të bojnë, do me thonë, infrastrukturën e fibrit optik në përkrejt Gjermani. Kjo parashie dikun me zga deka 2030 me konë një pjesë dhe në 60%, 70% e krejt shpia që janë fshatra, qytete, krejt me konë të lidhme. Do me thonë, ka punë, na vetë kemi punë të marrë për 2 vjetë arshme, edhe besoj si deka 2030 ka me pas punë me këto punë.